IKMT ka nisur një aksion për prishjen e objekteve në aksin kryesor nga Hani Hoti drejt Shkodrës për të bërë të mundur lirimin e kësaj rruge që është e kategorisë C. Sipas një vendimi të fundit të qeverisë, akset rrugore kryesore duhet të kenë një hapësirë të paktën prej 6 metër të lirshëm në secilën anë dhe të gjitha objektet në këtë distancë duhet që të hiqen. Në fillim IKMT ka evidentuar afro 400 objekte në total në akset kryesore rrugore nga Hani Hotit, Shkodër dhe Shkodër Paçram, në aksin nacional që lidhet me Lezhën dhe Tiranën. Sipas burimeve, rreth 350 objekte janë hequr në mënyrë vullnetare, duke nisur nga dyqanet dhe deri tek rrethimet e mureve të banesave apo ndërtesave të ndryshme. Tashmë kanë mbetur afro 50 objekte për të cilat IKMT ka vendime dhe po bën ekzekutimin e tyre teksa ka nisur aksionin për prishjen e tyre. Fillimisht fadronat ndodhen afërsitë Hanit të Hotit, ndërsa do të vijojnë heqjen e këtyre objekteve gjatë gjithë këtij aksi kryesor rrugor për të vijuar më pas në segmentin tjetër nacional Shkodër Paçram.